E keni vrejtur çfarë po ndodh te hyrja e qytetit kohëve të fundit? Duket sikur po krijohet një zonë re ekonomike, por jo ajo që planifikon komuna. Kjo është më shumë si një treg spontan i lindur nga energjia, kreativiteti dhe le ta pranojmë mungesa e çdo lloji rregulli. Shitësit ambulant kanë zënë gjysmën e hapësirës aq sa nuk di më nëse po hyejmë në qytet apo në ndonjë panajir të improvizuar. Dhe ndërkohë organet komunale merren duke ndëshkuar biznese formal edhe për gjën më të vogël. Një letër e vendosur 1 centimetër jashtë kornizës dhe menjëherë gjop, por këta arkitekt e tregut të hapur në hyrjet të qytetit duket se janë bërë të padukshëm. Pra po jetojmë në një skenë interesante, bizneset e rregullta me lupë mbi kokë dhe tregu spontan që rritet çdo ditë në plehra magjike. Një realitet që të bën të mendosh, ndoshta hyrja e qytetit është bërë zona ku rregullat hyjnë për pushime. Fenomeni është një sinjal i qartë për nevojën e një qasjeje më të balancuar dhe më të drejtë, si dhe për një planifikim urban që i shërben zhvillimit, por edhe rendit në hapësirat publike.